çfarë kemi mësuar mëngjesin e sotëm për ato vrasje që në fakt tronditi jo pak opinionin publik? Loneta, të përshëndes, vetëm pak qaste më parë është gjetur mjeti tip Audi në aksin Elbasan-Librazh. Mjeti sigurisht ishte i djegur gjatë ditës së djeshme dhe mbrëmjes së djeshme, ku me këtë mjet është kryer edhe atentati nga, le të themi, 2 persona, të paktën sa policia e Elbasanit ka shpjeguar edhe për mediat. Mbrëmjen e djeshme rreth orës 21 në dalje të qytetit të Elbasanit në aksin pra Elbasan-Librazh, në mjetin e tij tip Range Rover është goditur me 3 plumba, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme shtetasi dhe biznesmeni Edmond Hyka alias Mondi Mahalla, 43 vjeç. Viktima ishte banues në qytetin e Elbasanit dhe posedonte 2 biznese, të cilat operonte me njërin prej tyre prej vitesh dhe me tjetrin në më pak se 1 vit. Bëhet fjalë për një pikë karburanti dhe firmën El Taxi, këtë kompani të taksive që prej 1 viti operonte në qytetin e Elbasanit. Për policinë e Elbasanit, Edmond Hyka, alias Mondi Mahalla, 43 vjeç, nuk është shoqëruar në ndonjë rast në komisariatin e Elbasanit. Nuk ka qenë i njohur për policinë e Elbasanit. Të paktën, këto janë burime zyrtare nga policia e Elbasanit. Atentati i djeshëm, i cili ka ndodhur pranë pikës së tij të karburantit, ka qenë fatal për shkak se biznesmeni ndodhej në mjetin e tij, sikurse e përmenda tip Range Rover, teksa i është afruar ky mjet Audi dhe e ka goditur me 3 plumba, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Menjëherë policia, grupi hetimor kanë mbërritur në vend ngjarje për të parë dhe kuptuar dinamikën e kësaj ngjarje. Disa të shoqëruar nga mbrëmja e djeshme, po përgjatë gjithë natës dhe mëngjesin e sotëm janë rreth 15 të shoqëruar lidhur me këtë atentat të mbrëmjes së djeshme në qytetin e Elbasanit, ku pritet që të zbardhin edhe më shumë këtë ngjarje. Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes, për të shkuarën e viktimës, që sigurisht mbetet ende në konfirmime dhe mbetet ende punë dhe objekti policisë e Elbasanit. Në fakt, ne kemi parë përmes pamje dhe që kanë ardhur në redaksi edhe të shoqëruar në vendin e ngjarjes, apo jo? Mbrëmjen e djeshme, teksa raportonim nga vendi i ngjarjes, një shtetas i cili ka qenë rreth e qark biznesit është shoqëruar nga policia e Elbasanit, vetë shefi i krimeve e ka shoqëruar këtë shtetas, por më shumë detaje lidhur me këtë shtetas nuk janë ndarë, vetëm është parë nga mediat shoqërimi i tij dhe është pasqyruar në media e gjithë ajo që ne pam ditën e djeshme në vend ngjarje.